Ne nuk kemi një program dëshirash, as një manifest ëndrash që partitë e tjera përpiqen që t'i shesin në tregun e fushatës elektorale. Të gjitha këto shifra dhe projekcione janë projekcione të bëra nga ekspertë e Ministrisë Financave, nga ekspertët ndërkombëtar që punojnë me ne, sepse ne kemi një program qeverisës deri në 2030. Kur kapen keq këta të kënetës, jo ata të mëdhenj, po ata të vegjëlit që ushqehen, që pinë në mëngjes ujë kënete para se të bëjnë komente në për rrjetet sociale, thonë po mirë më hajde se tani ca gjëra do i solli koha, do bëheshin. Po në fakt koha solli dhe 97-ën. Nga 90-a në 97-ën koha nuk solli në një përmirësim, solli një shkatrim total. Dhe ndërkohë atyre që thonë po mirë pse doni ju mandatin e 4, i them eksaktësisht sepse ka ende shumë për të bërë. Dhe atë shumë që ka për të bërë, harrojeni se e bën dikush tjetër përveç Partisë Socialiste. Harrojeni se e bën dikush tjetër. Harrojeni. Njëri bufi knetës e keni dëgjuar, del thot në 12 maj do shkri SPAK-un, do shkri dhe platformën i Albania. Do me thënë, drejtësia do kthehet aty ku ishte, në kënetën e bufit, që kur vriteshin njerëz poshtë dritares kryeministrit, prokurori nuk merrte dot në pyetje 3 drejtorë policie, dhe nga ana tjetër kryeministri dilte dhe e bënte prokurorin e përgjithshme lavire, ka ndodhur para pak vitesh këto, nuk ka ndodhur në shekullin e 15, dhe do kthehen dhe të gjitha sportelet aty ku ishin, që njerëzit të capërlohen në për radha, dhe ndërkohë emigrantët mos marrin më asnjë shërbim siç marrin sot, pa lëvizur nga vendi deri në Australi, nga Albania, po të presin që të vinë këtu për të marrë një shërbim. Këto janë 2 propozimet kryesore që dëgjoni. Se ato të tjerat pastaj do japim kaq, do japim aq, dini mirë ju se si janë lekët e bufit. $6 milion nga këneta për të pastruar atë tatuazhin në ballë të Nën Gradës dalin, po ato paratë e tjera për popullin ato nuk dalin. Ndërkohë, të tjerët që me demek janë të rinj, thonë, po që se na vjen ne në dorë kjo punë, do shkojmë në zgjedhjet parakohshme. Ndërkohë që ne na duhet të mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian 2027-ën, dhe të futemi në Bashkimin Evropian që të kemi pasaportën europiane për të gjithë shqiptarët që mos jenë më populli dorës dytë kur kalojnë në për aeroporte dhe fëmijët tanë, student apo nxënës mos jenë më të huaj në Bashkimin Evropian, dhe nga ana tjetër që të kemi edhe një buxhet ekstra, se për shembull sot po t'i kthehemi gjithë këtyre shifrave atyre të bujqësisë që pat, aty është dhe ndihma e Bashkimit Evropian. Por ama në një dekadë është shumë më pak se 200 milionë euro, po të hymë Bashkimin Evropian 300 milionë euro në vit janë vetëm për bujqësinë. Ne duam të hymë Bashkimin Evropian, ata thonë do shkojmë zgjedhjet parakohshme. Do me thënë, e kishim një ndjes pas LSI që na ungatruar në përkëmbë dhe u kthye në nyje, në fyt për shqiptarët, tani në vend që ta kujtojmë për 1 maj me që është dita e punëtorëve, edhe themi shqyqyr shpëtuam nga këta pegmarsit e vegjël, tani të tjerë thonë do shkojmë zgjedhjet parakohshme, kuptoni ju? Kuptoni? Të rinj, çfarë të rinj? Të rinj në mosh, po. Në fytyrë, po. Po në program, në përmbajtje, në kuptim të politikës, të gjeopolitikës, të marrëdhënieve ndërkombëtare, s'ka lidhje fare.